Ju përshëndes dhe të flasim për çështjen Beleri, për çështjen e dosjes Peshkëpia, dërgimin tonë që kemi bërë në gjykatën kushtetuese me 1000 halle, me 1000 vështirësi, me vështirësi financiare, me vështirësi familjare, me gjithë të tjerë, por në fund e kemi çuar. E kemi çuar në kushtet duke u trajtuar. Këmbgulli që ne qenë në epicentër të gjithë protestës që është bërë është Greqia dhe çështja Beleri. Që kur Beleri flet për volje e pirë në tutje nga Vlora, do të thënë ku është Zvërneci, flasin ata për volje e pirë në ata të fshatit, dhe Beleri sot janë minoritarë, shtoke minoritarë, do ka marrë një rama këjaj. Që nga gjuma që përdor Beleri dhe ata që janë në protest, disa prej tyre, tregon që Greqia i ka futur thellët duart në Shqipëri. Jo se meriton të ikë Rama, se sa diu e hedh dhe tjere e kanë kaluar, është mbushur kupa, por ata që e lanë të mbushet kupa, neve kemi pirë kupën e helmit disa herë, atyre tani ju erdhi radha dhe u mbush kupa për ata. Që janë si këta, që vinë këtu, prandaj dhe kanë dalë kaq me vonë na lanë neve të vetëm në mes të sheshit dhe s'bën asgjë. Këta janë që dalin në protesta atje dhe nuk vetëm unë atje. Se unë kur isha në protestë prej vitesh, nuk erdhi asnjëri prej këtyre me mua. Tani thonë jemi shumë dhe do dalim ne. Janë shumë në numër, janë pak me ide, unë nuk vetë atje. Kalim me dhujtje. Çështja është në gjykatën kushtetuese, ne kemi takuar vështirësi të jashtëzakonshme. Gjykata kushtetuese nuk po pranon të japë nuk po jep një përgjigje. Më përpara, ne kemi dërguar një letër, ka shkuar një kërkesë e bërë nga i vëllai i Fatmir Shehut, Fiqili Shehu, me bashkë me Arben Kolën, atë me qeleshët që është tani në protest. Duke mos e ditur rregullin dhe ligjin, ata bën një kërkesë për rihapjen e dosjes. Ata nuk e dinin, as Arben Kola, as Fiqili Shehu, nuk e dinin që çështja e gjykata kushtetuese nuk është për hapjen e dosjeve, për shikimin e ligjshmërisë, as për shikimin e fakteve, as për rishikimin e tyre, është për kushtetueshmërinë. Dhe ata nuk kërkuan ato që duheshin kërkuar, kërkuan të kundërtën dhe erdhi përgjigja brenda një kohe të shkurtër. Me faktin merren gjykatat e tjera, me ligjshmërinë merret gjykata e lartë, për kushtetueshmërinë merret gjykata kushtetuese. Ne atë kemi kërkuar. Në vend që të kërkojmë atë që kërkuam ne, erdhi përgjigja brenda pak ditëve për ata. Se kishin pa një kërkesë kot, pa një huri, pa dituri, edhe u erdhi përgjigja shpejt. Se ishte kollaj. Kjo këtu tani është kryetaria e gjykatës kushtetuese. Kjo që shikoni këtë lavirën ju. E solli më një herë përgjigjen për ata. Se ishte boshë, s'kishin ditur ata ta bëjnë atë punë. Prandaj dhe e solli. Mua Arben Kola më tha, unë me këta të gjykatës kushtetuese i çoj në male guid, në përmale, në përkështon. Unë thanë kur shkojnë ata për hiking, atje në përmale, për ngjitje, alpinizëm, dhe do e bëj unë atë punë. Kur doli atje që s'kishte bërë asgjë, dhe erdhi kërkesë. Tani që i kam quar unë kërkesën që bëra zhurmë atje, u bën namje atje, lajmërova për drejtorinë e përgjithshme të policisë, lajmërova Shishin, lajmërova antiterrorin, lajmërova edhe drejtorinë e policisë në Gjirokastër, dhe në Tepelen, dhe në Mamalije, lajmërova te kryeplakun e fshatit, atëherë u detyruai vllai Fatmir Shehu do vinte. Se ose do të tregonte që Vlaveri ka bërë këtë gjë dhe më arrestonin, që të më arrestonin mua, gjykata, policia dhe antiterrori, do thotë që kem bërë diçka, unë s'kam bërë gjë. Atëherë do arrestonin atë dhe duke e parë që mund ta venin atë në arrest, erdhi atje, gjykata kushtetuese bën atë letër që ju kam treguar në profil vetëm për bashkë me unë, e bëjmë atë me kërkesë me dorën time, firmosi ai, dhe tani nuk vjen përgjigja. Kjo lavirja këtu që shikoni Fiona Papajor që sot nuk jep përgjigje, as nuk jep vendim, as nuk jep datë përgjigjen se kur do bëhet dhe datët. Prandaj më shqetësuar dhe nervikosur, jam dhe i lodhur, as buk s'kam ngrënë akoma, tani që flas, duhet të flas me çdo kusht që të tregoj se mund të kalojnë afatet kohore. Dhe kjo lavirja që jep përgjigje brenda pak ditëve, kur është boshe, ata që s'kan ditur të bëjnë kërkesën dhe kërkesat, jep përgjigje për pak ditë. Kurse për çështje të tilla që unë kërkoj afate kohore, afate ligjore, a do shpreheni apo jo, atëherë kjo, a ka ardhur dosja. Këto kemi kërkuar ne, nuk pranon të përgjigje, kjo lavirja këtu. Prandaj duhet ju them, sepse njerëzit duke parë qendrimet e tilla është një gjë që ka zgjatur 33 vjet, është hera e parë që unë e kam quar në gjykatën kushtetuese, se këte nuk e qonin as familjarët as shqiptarët e tjerë. E kam quar unë atë, me zor, me dhimbje, me tmerr, dhe sot pastaj dherra, duke paguar, kam lënë syrin pa operuar për të quar atë në gjykatën kushtetuese, se ka sendër njeriu, nuk jemi gjithë njësoj. E tani kjo nuk jep një përgjigje. Mirë po, kanë kaluar 33 vjet dhe këtu kemi një shembull të zi, shikoni, Astrid Kalaja, diçtari. 30 vjet zgjati gjyqja e tij dhe në fund i futi një plumb aty dhe e vran si derë në mes të gjykatës. Dikush mund të marrë ligjin në dorë, të bëjë vetë gjithësi, do marrin jetë njerëzish, do i humbasin jetën njerëzve, do të shkatrojnë familje, do shkatrojnë njerëzit. Është mirë që këtë lavire antiterrori, është mirë që këtë lavire Shishi, është mirë që këtë lavire policia, gjykata dhe drejtësia ta marrin në shqyrtim.
pse po e në përkem, pse po e fshe, kush të merron, kush të terrorizon, kush të paguan, ku i kalon pushimet, çfarë ka lidhje me Greqinë, të futen në sistemin TIMS, të shikojnë gjërat, kush është Fiona Papajorgji, pse nuk po e kalon dosjen për shkepia në shqyrtim dhe në gjykim. Ja, kjo është, ka që thjesht është. Do thoni ju, a ka të tjerë përveç që kësaj që na pengojnë, sigurisht, ata që ju kam thënë, janë familjarë, këtu është foto me familjarë, kjo këtu është i vllai Arsengjinit, ja vllai Arsengjinit nuk donte të kalon të atje, kanë kaluar 32 vjetë, kjo këtu është e motra Arsengjinit, vështirësi kemi patur, i vllai Fatmir Shehut, i vllai Arsengjinit, kur kanë ikur të dy dëshmorëve që kanë dhënë atje, kur kanë ikur, ju kam thënë, s'ma dhënë dorën mua fare, i ikën dhe u larguan nga gjykata pa më dhënë dorën mua. E kuptoni ju se ç'do të thotë. Përveç këtyre është edhe ky kushriri këtu, me këtë do merremi me vete, e marr prapë do merremi me këtë. Kush është ky? Ky grindej atë ditë, ky antiterrori, shishi, policia, gjykata, duhet të gjejnë këtë person, duhet ta dinë kush është ky. Ky është grindur atë ditë me avokatin më të njohur dhe më të famshëm në Shqipëri, që e kishim marrë ne për çështje për ta çuar në gjykatën kushtetuese. Është grindur ky me të, duke u munduar të tregonte ligjit dhe të pengonte dërgimin në gjykatën kushtetuese, derisa nuk i la të paguanin ata asnjë lek për ta çuar në gjyq dhe as për prokurorën. Ky është, ky. Kush është ky? Zotrinj të shishit, të antiterrorit, zotrinj të policisë, të shërbimeve sekrete. Kush e paguan këta njerëj që bën të tilla gjëra? Ky u grindet me gazetarin më të mirë në Shqipëri. Të hapin tabulatet e tij telefonik, ta shikojnë kush e ka paguar, sa është paguar, ku punon, ku han, ku pin, me çfarë merret. Ja më ky është, të jam kushiri i Fatmir Shehu, atij Arsengjinit. Një nga dëshmorët e përshkëpisë ndodhur pas 10 prill 1994. Këto gjëra duhen ndjekur, duhet gjetur një rrugë për të zgjidhur me këta njerëz. Kim kërkon të mua llogari, po të paguajnë a lën çështjen në rrugë, pse kanë mbulti kaq shumë. Ja më ky është, ky. Antiterrori, shishi, policia dhe organet e tjera duhet ta shohin se ky është një nga pengesat kryesore që sot nuk ka presion familjar mbi gjykatën kushtetuese, që kjo lavirja këtu Fiona Papajorgji të marrë një vendim, të dalë atje dhe të mos përsëritën të merret mëdha që të ndodhen në Astrid Kalan, se mund të dalin gjëra të tilla të ndodh hataja, s'duhen bërë se merrin njerëz me qafë. Këto kështu i delet përpara policisë. Kështu parandalohen krimet zotrinj të policisë, edhe ju të antiterrorit, edhe ju të shishit. Dini përpara dhe kërkoni. Pse nuk e merr në shqyrtim? Pse nuk jep një vendim? Kjo, Fiona Papajorgji. Se kur i shkojnë letrat boshe, kur ja çejnë ata që s'dinë, të merren me letrat e tilla, që s'janë marrë, se spyesin avokat dhe njerëz, e kthejnë përgjigjen brenda një kohë të shkurtër. Kur i shkojnë me brendi për një pyetje dhe letrat, atëherë nuk kthejnë përgjigje fare, kalon një muaj tani dhe kalojnë afatet kohor. Pse zotrinj? Ju zotrinj të antiterrorit, ju zotrinj të shishit, ju zotrinj të policisë, jeni oficer vetë, ju e keni patur koleg Fatmir Shehun. Atëherë, ushtarak ka qenë. Ushtar ka qenë, edhe Arsengjini. Nuk duan familjarë, po kush po i pyet familjarë? Kjo nuk është çështje familjarëve, kjo është çështje shqiptarëve. Kjo nuk është çështje monetare, është çështje shqiptare. Këtu bëhet fjala për dinjitet. Dhe lavirët e tilla që ndjekin dy standarde, duhen trajtuar, duhen shikuar, edhe duhen analizuar mirë. Duhen çuar aty ku u takon. Jo t'i lënë në krye të gjykatës kushtetuese. Të shikoni kush janë pasuritë, që ndje ka me Greqinë, sa herë të shfuten në tim, sa herë ka kaluar në Greqi, me çfarë është marrë kur ka kaluar. Ja më këto janë. Kaq kishoni shkrepi, kaq mund të them.